Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me E-klasën, ju ndiqni pra lëndën e edukimit qytetar. Unë jam profesori juaj Seledin Abduli, ndërsa tema e ditës së sotme pra është identiteti grupor. Qëllimi i orës mësimore është që të kuptohet pra termi i identitetit, të vlerësohen karakteristikat personale dhe të ndërlidhen veçoritë personale me sjelljen në kontekst të ndryshëm qytetar. Pra, nxënësi të kuptoj identitetet si ai gjinor, etnik, kombëtar e tjerë. Gjenja e të qenit pra të veçantë, pra identiteti grupor dhe përkatësia në grup. Gjenja e të qenit të veçantë e antarëve që janë pjesë e një grupi të caktuar social dhe pranimi i asaj që veçon pra grupin nga të tjerët e shënon identitetin grupor. Pra, momenti që e pranojmë atë që e veçon grupin nga të tjerët, shënon pra edhe identitetin ton grupor. Përkatësia në një grup të caktuar është e lidhur me sigurinë personale, se si një nga gjenjat më të rëndësishme që na motivon të veprojmë. Pra, përkatësia në grup na bën neve që të gjejmë të sigurt edhe na motivon, do të thotë, të veprojmë për grupin, edhe kjo karakterizon pra identitetin ton grupor dhe përkatësinë ton në grup. Neve çdo ditë edhe kudo jemi pjesë e grupeve të ndryshme të caktuara dhe këto grupe janë grupe formale, si për shembull siç janë pra klubet sportive, seksionet shkollore për një lëndë të caktuar, njësi skautësh, vëzhgimi, organizatat pra jo qeveritare, bashkësi shkollore, klubi i të rinjve. Gjithashtu ekzistojnë edhe grupe tjera të cilat janë jo formale, disa prej tyre pra janë të disa prej tyre marrin pjesë që me lindjen tonë, ose pra me ngjashmërinë në interesave që kemi me të tjerët. Për shembull, grup moshatarësh, grupi adhuruesve të natyrës ose lloj i caktuar i muzikës. Njeriu për nga natyra është pra qenie sociale, është qenie shoqërore dhe si i tillë pra nuk mund të funksionojë i vetëm. Andaj pra ne vazhdimisht jemi pjesë e grupeve të caktuara, grupeve të ndryshme. Si që janë pra grupet formale dhe në shkollë pra kemi grupin e nxënësve të cilët pëlqejnë artin, kemi ato të cilët pëlqejnë sportin, pra kemi klubin e matematikësve, të dramës edhe kështu me radhë. Pra brenda bashkësisë së shkollës neve jemi pjesë e grupeve të ndryshme të cilët përbëjmë pra identitetin e çdo njërit nga nxënësit, mirë po formojnë edhe tërësinë e identitetit edhe në grup. Ndërsa tek disa grupe të tjera, pra ne jemi që me vetë lindjen tonë edhe interesat të cilat ne i kemi. Pra, grup moshatarësh, në grupin e moshatarëve pra ne lindim me një grup të njerëzve të cilët janë bashkëkohanik apo grup bashkëmoshatar tonë. Për shembull klasat e 8-ta, klasat e 9-ta, dihet pra mosha e nxënësve të klasës së 8-tës së klasës së 9-të, edhe kështu me radhë. Grupi i adhuruesve të natyrës ose grupi i nxënësve të cilët pëlqejnë për shembull një lloj të muzikës së caktuar. Njerëzit janë në grup pra ajo çka përbën pra identiteti grupor janë edhe të lidhur shpesh herë edhe emocionalisht për grupit. Përveç kësaj tha pra përkatësia ndërlidhet me emocione tjera shumë të rëndësishme, siç janë pra krenaria, turpi, kënaqësia, frika, lumturia, pikëllimi, dashuria e tjerë. Aspekti emocional i identitetit ton grupor është i rëndësishëm për shkak se paraqet bazë për sjelljen tonë dhe mirëqenien e përgjithshme. Rëndësia që ja atribuojmë një identiteti të caktuar grupor varet nga situata në të cilën pra hasemi. Për shembull, kemi patur rastin që të shohim pra besoj ata të cilët janë adhurues të sportit, kombëtaren zvicrane, të cilën kombëtaren zvicrane pra shtetërore, e cila përbën një lloj të identitetit të cilën do ta shohim pak më vonë, brenda pra këtij identiteti grupor shtetëror, për shembull kishim edhe çunat e asaj kombëtares të cilët janë me identitet etnik, për shembull shqiptar. Edhe sa herë brenda këtij ekipi çononte gol, për shembull bënte gol ndonjëri nga shqiptarët, neve që jemi pjesë
pra që ndajnë të njëjtin identitet grupor etnik me ato shqiptarët e kombëtarës zvicerane, ne ndjenim për shembull krenari, ndjenim kënaqësi, ndjenim lumturi edhe kështu me radhë. Pra, identiteti grupor na lidh me të tjerët edhe në aspekt emocional, ose siç është rasti për shembull me sportistë të nacionaliteteve tjera, qofshin ato maqedon, qofshin ato të nacionaliteteve të ndryshme. Për shembull, Arti është mashkull nxënës, është pra 14 vjeç, është vëllai i madh dhe është nga manastiri. Pra menjëherë shohim disa karakteristika të identitetit personal, por që njëkohësisht janë edhe pjesë e identitetit pra grupor të Artit për shembull. Se sa ndonjëri prej këtyre identiteteve për të do të jetë i rëndësishëm varet nga situata konkrete në të cilën gjendet. Në situatë ku është antar i kombëtarës shtetërore sportive në ndeshje ndërkombëtare, ai prezantohet se është nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Nëse është në shoqëri të re në të cilën bisedohet për muzikë, ai e këmben atë me dëshirën për zhanrin rap. Kur është në shtëpi, si vëlla më i madh ndihmon motrës së tij të vogël rreth detyrave të shtëpisë dhe përgatit pica të mira. Pra, cili prej identiteteve të tij grupore do të jetë i rëndësishëm në një situatë të caktuar dhe cilin prej tyre do ta theksoj, varet nga situata në të cilën pra ai gjendet. Për shembull, identiteti gjinor. Kur bëhet fjalë për identitete grupore, aktuale janë diskutimet lidhur me rolet gjinore dhe formimin e identitetit gjinor. Për ta kuptuar këtë nocion, pra, fillimisht do të kuptojmë dallimin mes karakteristikave të seksit dhe gjinisë. Karakteristikat e seksit janë kanë të bëjnë me dallimet biologjike mes grave dhe burrave, pra gjinisë femrore dhe gjinisë mashkullore. Derisa karakteristikat gjinore formohen gjatë rritjes dhe pjekurisë. Në jetën e përditshme, në të shumtën e rasteve, për gjemve dhe vajzave pritet të sillen në mënyrë të ndryshme, në ndikimin e mjedisit dhe pritjeve të tjerëve. Pra, debatet për identitetin grupor apo për identitetin gjinor janë të mëdha edhe shumë aktuale kudo. Pra, rolet të cilat kanë gjinit në shoqëri janë goxha interesante, sepse shoqëria u përcakton role të ndryshme burrave dhe grave në bazë të gjinisë së tyre. Nëse pjesa më e madhe e punëve që ata i krijojnë, pra nuk varen nga gjinia. Rolet e gjinive kanë të bëjnë me atë se si shoqëria e shikon rolin e vajzave dhe gjemve, grave dhe burrave, derisa identiteti gjinor ka të bëjë me përjetimin personal për gjinin personale. Rolet e gjinive nuk duhet të na kufizojnë në bërjen e punëve që i duan. Pra, rolet e gjinive shpesh herë pra kufizojnë punët të cilët mund t'i kryej një vajzë ose një djalë, një mashkull ose një femër. Shpesh herë pra a priori pa u menduar fare, pra vajzës japim hekurosën për t'i hekuros teshat, edhe pse këtë punë mund ta bëj edhe djali, po pse jo? Për shembull, ndonjëherë edhe një rrotë ose një gumë të makinës mund ta ndrojë edhe gruaja, nëse ajo ngelet pra në rrugë. Pra, mirë, nëse i shohim mënyrën se si shep shoqëria për shembull këto role apo këto obligime, këto punë, pra nëse e paraqesim hekurosën, për shembull direkt këtë si rol pra japim vajzës apo gjinisë femrore, ose për shembull rregullimin e gomës, makinës ose biçikletës ose se di çfarë, për shembull japim djalit. Edhe pse mund ta bëj edhe njëri dhe tjetri pra të punën e njëri tjetrit. Pra është debat i cili zhvillohet për atë se si shoqëria pra e kufizon njërën gjini apo tjetrën, edhe se si shoqëria pra e diskriminon në aspekt të rolit të cilin pra meshkuj dhe femrat kanë në shoqëri. Edhe kjo pra është një problem serios, sepse po të ishte ndryshe, pra shembulli është klasik edhe është pra shumë i mirë, edhe duhet që nxënës që ta analizoni. Garuesi më i suksesshëm në patinazh Evgeni Plushenko nuk do të ishte aq i suksesshëm nëse do të ishte kufizuar nga mjedisi
që të merret me patinazh artistik, që në të kaluarën pra konsiderohej si aktivitet tipik femëror, ndërsa bota do të ishte për një shkencëtare shumë të mirë, për shembull më pak, nëse Maria Curie nuk do të merrte pra çmimin Nobel për fizik dhe kimi, nëse nuk do të ishte këmbgurse dhe përkushtuar ndaj shkencës, edhe pse koha në të cilën ka jetuar impononte kufizime për profesionet me të cilat mund të merren gratë. Për shembull, në shkollë, nëse profesori i sportit paraqet topin, dihet se futboll luajn vetëm djemt. Edhe nëse paraqet për shembull topin e voleybollit, dihet se voleyboll për shembull luajn vetëm vajzat. Kjo është pra paragjikim edhe kjo është pra shkelje e të drejtave të njërës gjini, sepse ndoshta ka ndonjë vajzë e cila është shumë e shkathët dhe shumë e aftë për të luajtur futboll, ose kundërta, pra mund të ketë ndonjë djalë i cili është shumë i aftë edhe shumë i shkathët për të luajtur voleyboll. Pra nuk duhet shoqëria pra të kufizoj e të diskriminoj pra njërën gjini kundrejt tjetrës vetëm për shkak të paragjikimeve të ngritura, stereotipeve edhe imazheve negative, për shembull, të cilat janë krijuar nga e kaluara dhe kanë ardhur për shembull deri në ditët tona. Barazia gjinore është vlerë qytetare, prandaj është shumë e rëndësishme se secili të bëjë përzgjedhjen në bazë të dëshirave, interesave dhe nevojave personale, që në shoqërinë bashkëkohore ndërton barazi gjinore si vlerë e rëndësishme qytetare. Detyrë. Edhe gjithmonë nxënës kur kemi detyrë, ju e bëni videon pauzë edhe pastaj pra i nxjerrni detyrat në fletoren e juaj edhe përgjigjet gjithashtu. A jeni në të diskriminuar pra ndonjëherë për shkak të gjinisë në shtëpi ose shkollë dhe si? Pra, në shtëpi ose shkollë, nëse për shembull të ka thënë mami ose babi se mos e bëj këtë se është për punë vajzash, ose mos e vesh këtë sepse është për gjem, ose mos e bëj këtë sepse është për vajzë ose gjem, ose mos luaj me këtë, mos luaj me atë. Pra, nëse u ka ndodhur diçka e kësaj natyre, mirë është që ta shkruani. A mendoni se njëra gjini është më superiore, më e dalluar, më e fortë se tjetra, pse dhe si? Dhe a keni mbrojtur shokun ose shoqen kur ka qenë diskriminuar? Pra, nëse keni parë hasur dikën i cili është diskriminuar, a keni reaguar? Pra, identiteti etnik, përkatësia në një grup të caktuar etnik, pranimi i karakteristikave të atij grupi dhe ndjenja e lidhshmërisë me të shënon pra identitetin etnik. Identiteti etnik lidhet me përkatësinë që në një grup të caktuar etnik, derisa identiteti kombëtar shtetëror me ekzistimin e shtetit dhe përkatësinë në të. Pra, pranimi i karakteristikave të grupit, ndjenja e lidhshmërisë me grupin pra shënon identitetin etnik. Identiteti etnik ose pra dhe ai kombëtar shtetëror dallimi. Pjesëtarët e një grupi të caktuar etnik i lidh historia. Pra, ajo ndjenja e grupit është pra e një grupi për shembull që ka identitet të përbashkët etnik, e lidh historia, e lidh prejardhja, e lidh tradita. Pra, ne jemi të lidhur me shqiptarët, ndër shqiptarë, pra, sepse bashkë me shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Malit Zi, Serbisë edhe viseve tjera, për shembull ku jetojnë shqiptarët, ato i lidh historia, i lidh prejardhja e përbashkët, i lidhin traditat, i lidh kultura, që i bën pra të lidhur të fuqishëm, pra edhe të lidhur fuqishëm mes vete. Njëjtë edhe për maqedonasit edhe për etnitetet tjera të cilët jetojnë jashtë shteteve të tyre. Ngjashëm me identitetin etnik është identiteti kombëtar shtetëror. Identiteti kombëtar shtetëror është pjesë e rëndësishme e identitetit grupor, që rezulton pra nga ndjenja e përkatësisë në një shtet të caktuar në të cilin është e mundshme që të jetojnë më shumë grupe etnike. Për shembull, identiteti kombëtar shtetëror, ku është dallimi mes identitetit pra etnik. Për shembull, nëse unë si Seledin Abduli, për shembull, jam me identitet etnik pra shqiptar, me identitet shtetëror pra jam Maqedon, jam do të thonë me identitet shtetëror Maqedonës, do të thonë, sepse i përkas shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mirë po, me identitet etnik, unë pra jam shqiptar i cili jeton në
shqiptar dhe qytetar, pra i cili jeton me të drejta të plota në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për shembull, në botë ekzistojnë mbi 5000 identitete etnike, për shembull italian, maqedonas, shqiptar, turq, finlandez, rom, punjabi, zulu, tutsi, kurd e tjerë. Të gjithë këto identitete etnike jetojnë në shtete të ndryshme. Për shembull, italianët të cilët jetojnë në Amerikë, ata janë italian me identitet etnik, mirë po me identitet kombëtar shtetëror, ata janë amerikan. Siç janë për shembull maqedonasit të cilët jetojnë në Shqipëri me identitet etnik maqedonas, ndërsa me identitet kombëtar shtetëror janë shqiptar, ose turqit për shembull, të cilët jetojnë jashtë kufive të shtetit turk, ose romët të cilët jetojnë në Maqedoni dhe popujt etni tjera. Por nuk ka aq identitete kombëtare, me që në botë ka vetëm 200 shtete. Pra, 200 shtete, 5000 identitete etnike. Këtu pra duhet bërë edhe dallimi. Edhe si detyrë, mendo për atë se cilët janë 5 faktorët kryesorë që ndikojnë në ndërtimin e identitetit tënd. Disa nga faktorët që ndikojnë në këtë proces janë pra gjinia, mosha, prejardhja, familja, shëndeti, veçoritë e individit, përvoja, vlerat, qëllimet, vendimet, interesa, stili i jetës, sjellja e të tjerëve ndaj teje, grupe të ndryshme sociale e tjerë. Kush është pra dallimi mes identitetit etnik dhe atij shtetëror, dhe jep një shembull, do thënë nga jeta e përditshme në lidhje me diskriminimin gjinor. Videon e bëni pauzë nxënës tek detyra, merrni shënimet, përgjigjet e juaj, nxjerrni në fletore dhe pastaj pra keni mundësi që të diskutoni me mësimdhënësit e juaj. Besoj se isha i qartë edhe kësaj radhe në lidhje me identitetin grupor. Faleminderit për dëgjimin edhe shihemi në videot e radhës.